Miqtë Prizmus, sot Rama me tonet zbutura folive për gjykatën kushtetuese, por duke rujtur erëzin për duke treguar që nuk zgjidhi asgjë. Nuk i dha përgjigje dhe nuk u tregua e gatshëm as i zonja për të marrë vendim. Në të vërtetë ajo që ka bërë gjykata kushtetuese është se 100% ka qenë kundër Edi Ramës. Dhe këtë nuk e them me dëshirën për të treguar që ata janë zotësi e madhe. Gjykata kushtetuese ka bërë një krim ligjor duke mos mbajtur qëndrim. Sepse sigurisht me shpikjet e disa prokurorëve të nivelit fshataresk për të pezulluar ministra deri kryeministrin ose presidentin e Republikës, jo vetëm që nuk bëhet shteti, por shuhet një herë për gjithmonë ai lloj pluralizëm vendimarrje në bazë të demokracisë, votës së popullit. Dhe njëkohësisht në bazë të ndarjes së pushteteve. Nëse një prokuror sado special qoftë, po sigurisht në një nivel bazik, jo apel dhe jo gjykatë e lartë ose jo gjykatë kushtetuese, merr një vendim që t'i thotë një ministri ti pezulluar nga puna, i mund t'i thotë 4 ministrave, sepse ka dyshimet e veta, jeni të pezulluar punën. Sipas edhe kryeministit, ti je pezulluar nga puna. Kjo do të ishte pastaj një nga fitoret më të mëdha të një tiranokracie të re. Ne mund pranojmë tiranokracinë e gabimit që bën populli, që voton, vazhdon votojnë Sali Berishën mbi fjala Edi Ramën. Po ashtu do të votojnë, edhe ato voton. Dhe ky është vullneti i tij, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Dhe jo vetëm që nuk kemi çfarë t'i bëjmë, po duhet ta ndjekim këtë lloj vullneti. Kjo është demokracia. Po jo të njerëzve të cilët kanë një detyrë aty dhe marrin përsipër të bëjnë politikë. Dhe sa herë kam thënë që shiko, nëse drejtësia, nëse prokurorët si në Itali, dhe nëse gjykatësit do bëjnë politikë, politika pastaj nesër do merret me to. Dhe di çfarë bën politika? I shkrin gjithë. Dëgjoj një fjalë të Indro Montanelit në 1985 kur ishte një lloj reforme në Itali dhe thotë pse s'mbajnë cilët magjistrat kanë marrë përgjegjësi për fajet e tyre dhe për gabimet që kanë bërë. Asnjë prej tyre. Se politika mban përgjegjësi, një farë mënyrë shkon para drejtësisë. Po një magjistrat, një gjykatës, një prokuror i cili bën gabim, para kujt shkon? Ku e mban atë përgjegjësi? Apo thotë më fal. Dhe kjo është në mënyrë tragjike antidemokratike. Antidemokratike sepse i shkakton viktima jo vetëm sistemit, po të gjithë shoqërisë dhe nuk mban përgjegjësi. Në këtë pikë, tashti del e qartë që edhe pse bën sikur Sali Berisha është i gëzuar, nuk është i gëzuar, sepse ai e di shumë mirë se ku do përfundojë dhe ai. Sepse sigurisht epshi edhe dëshira e prokurorëve për të bërë politikë i kalon mandej caqet e politikë bërjes, po që del si vullneti i popullit. Normalisht këtu nuk shtrohet problemi i ballukës, se këta kujtojnë se është duke u marrë kush me ballukën. Ballukja nëse ka grindje mrena Partisë Socialiste, ato do i mbaj Partia Socialiste për byt vet. Nëse ka grindje midis Erion Velit dhe Belinda Ballukut, të cilët kishin vendosur të jenë shpëtimtarët e Partisë Socialiste, që në fakt nuk janë socialistë, po janë rilindistë. Ky është një problem i Partisë Socialiste. Unë po flas për sistem. Dhe në këtë pikë është për llogaritje e Ramës, nuk është për llogaritje e Ramës. Është një marrëveshje e nëndeshme. Por nuk duhet lanë thjesht fajke djali i Nesip Ibrahimit, Gendi Ibrahimit. Kunati thotë i Mimi Kodhelit. Para se të jetë Kunati i Mimi Kodhelit, ai është djali i Nesip Ibrahimit. Ish kryetari i Komitetit Ekzekutiv në Shkodër, i cili sigurisht si edhe i biri ka pasur zëra si një njeri amoroz, një njeri që ishte i pëlqyeshëm, ishte modern, ishte. Bile Nesip Ibrahimi shumë më tepër se Gendi Ibrahimi. Ishte edhe burr më i fuqishëm, më i potentshëm, por njëkohësisht flitesh atëherë në atë kohë, ai ka qenë edhe dikur drejtori i Superfosfatit në Laç, e njoh që në atë periudhë kohe, edhe si kushërinj largët me Enver Hoxhën. Ishte modern, sigurisht vishesh me kostume të bukura. Kishte disa fjalë në Shkodër, bile ka ndihmuar edhe ata që ishin të persekutuar politik të zënë vende pune më të mira se sa fëmijët e komunistave,
një shembull, një zonjë për shembull ka shkuar deri në nivelin më të lartë afër Sali Berishës, si e punësuar me anë të lobimeve që ju bën Nesip Ibrahimit, që mos na bëjnë të nxjerrim edhe si më thënë zorët e barkut për këtë punë, ne i dim. Pra, i takon një background i cili teorikisht duhet të mbrojë të majtën, mirë po këtu tash nuk merret vesh se janë bë. Këtu kemi rënë hall me dis plebisëve folklorikëve të Sali Berishës, me që tash janë bë me butona apo që kanë qenë dikur me dhëmë dalur jashtë edhe si çakej malesh. Me, si me thënë, kastën e vjetër që i takon edhe Genti Ibrahimi, kastën e vjetër të komunistave, ose të blokistave, ose të aristokracisë së PPSH-s të asaj kohe. Në të vërtet, armikun kryesor nuk ka Sali Berishën këta, armikun kryesor kanë një anti-enverist si Edi Rama, por kjo nuk do me thënë që ai nuk kanë bashkëpunuar. Vazhdon kjo lloj kaste me këtë kastën e re që ka formuar Sali Berisha të bëjnë, si me thënë, bajlek, ose të bëjnë sikur po luftojnë me njëra tjetrën, ku në të vërtetë kjo është çështje e Partisë Socialiste. Ajo farë opozite që kemi ne me budallëjt e Sali Berishës kanë kurrë në dorë, pavarësisht një 2-3 vetave që janë aty, po deri ke e shoqja e Andi Bejtes, kemi të bëjmë me bravurën që del në logjikën e saj në proqeverisë, domethënë ti nuk mund të pezullosh njerëz dhe që punon ke syrit të vë dhe që të konsiderohet si pjesë e backgroundit Sali Berishës. Në të vërtetë jo, është kundra. Pra kemi të bëjmë me një amalgam, ndërthurje elementës të cilët janë kaq të shëmtuar por që janë probleme të skutave, kthinave, marrëzire që i ndodh klasës politike, e cila është në Shqipëri është një jo vetëm e shantazhueshme, po e degraduar për sa i përket edhe moralit, etikës politike. Sigurisht, të gjithë gjyqtarët janë shantazhueshëm dhe këtu kemi të bëjmë jo vetëm me Genti Ibrahimin, i shantazhueshëm ton me disa telefonata, ka kohë që shkruhet kjo punë, çështje afere, kupton? Po themi, pa zbukuroj fjalën, nuk them seksuale, them amoroze. Siç kam shkruar aty, në qoftë se do lejohet spaku, një prokuror të hetojë e t'i vënë në përgjim edhe gjykatësit, edhe GKK-on të tyren që e kanë aty afër, edhe gjykatën e lartë, edhe gjykatën e apelit, e shumë gjykatës atje, domethënë kanë për t'i mbajtur për fondelesh, kanë për t'i mbajtur për kokrash, sepse i shantazhojnë. Dhe ky është një moment jashtëzakonisht i keq. Jashtëzakonisht i keq, një drejtësi e ndërtuar keq. Nuk ka sukses më, nuk mund të thotë kërkues se kanë bërë sukses me spakun. Sepse me të vërtet ka bërë veprime, të cilat shkojnë në kohë, me të vërtet ka bërë disa trandje, por përveç se ka shtuar jakobinizmin, njerëzit që janë gati të çojnë turp druve, ti djegin, ti presin kokat, ti vrasin, ti presin, asgjë më tepër se sa keq nuk ka vendosur drejtësi në asnjë sekond. Thjesht ka përgjime, ti përdor ato. Dhe tashmë i përdor në gjykatën kushtetuese, i përdor në gjykatë çdo gjykatë qytetare dhe në politikë sigurisht ka aferë. Problemi mësënej Belinda Ballugut është një problem tjetër, është ta duhet ta mbaj si magjoranta, si Edi Rama për bythën e saj edhe për sistemin e saj. Problemi i drejtësisë është problem tjetër, është më i rëndësishëm se kaq. Nuk mundet që prokuror edhe magjistrat të pezullojnë, të majnë pezull një pushteti i cili ka dalë nga vullneti i popullit. Jo, këtë nuk mund ta bëjnë. Nëse populli ka dashur që të nxjerrë edhe maskaret do vazhdojnë aty, se kanë marrë mandatin e tij. Jo, po nuk bëhen zgjedhje të rregullta. Kur janë bërë një herë zgjedhje të rregullta, gjithmonë janë kontestuar këtu këne. Po ama demokracia kështu është. Në këtë lloj format. Në këtë pikë as mos lodhet kush se ka për të bërë në një të ardhme më të shkëlqyer në një moment që me të vërtet edhe sipas meje tashmë drejtësia ka probleme të mëdha. Dhe jo vetëm ajo, speciale e spakut e GKK-s ose BKH-s. Në përgjithësi drejtësia është e rikatueshme ajo. Është e gjurmuar dhe ajo dhe njëkohësisht e shantazhuar dhe ajo. Shësizojnë atë bëj asgjë. Kur fillon e merret edhe bën edhe politik, pastaj ha drejtë fare punën. Është një shëmtirë në vedi, absurd në vedi, që nuk zgjidh asnjë problem dhe bën edhe kështu proçkash idiote, që e para nuk duhet marrin vendim 8 veta, sepse është gjithmonë numër çift, dhe e dyta për ta lënë pezull punën e pezullit që shpik spaku ose prokurorët e spakut, shkëputet një prej tyre ose djali
Nesip Ibrahimit, Gendi Ibrahimi, edhe pikërisht nxirret konkluzioni që shiko, letëria i vendim, pa marrë në vendim. Skandallim fare të gjithë sistemet në Shqipëri. I shantazhueshëm, i korruptuar politika, i shantazhueshëm, i korruptuar drejtësia, shantazhueshëm, i korruptuar gazeteria, të gjithë sistemet janë kështu. Është për faqe të zezë, po me sa duket kjo është demokracia, kështu funksionon. Me sa duket, kjo shoqëria është. Dhe nuk e pas kanë fajin fort individet, se sa ka fajin brumi shoqëror, cilët këtë bukë nxjerr. Nuk ka si të nxjerrë bukë më të mirë se sa kaq. Këtë lloj makaroni e bën, këtë lloj pastiçe. Dakord, miqtë mi.